mendoj që ka bërë garën të mbyllur dhe mendoj që nuk është gara hapur, nuk është gara demokratike. Dhe çfarë dua të them, nuk është fare personale, por është shumë parimore, edhe është shumë politike. Unë e falenderoj kryetarin e partisë, membrin Zoti Krasniqi, si një shok dhe miq, për udhëheqjen që e ka bërë Partisë Demokratike të Kosovës. Po mendoj që në mënyrën se si janë shpallë zgjedhjet për 5 ditë, në mënyrën se si në konferencën e parë për shtyp e ka dhënë preferencën e tij, në mënyrën se si në televizion ka folë haptas që mbështeti kandidat, në mënyrën se si ju ka ftuar disa prej jush si kryetar Deksh, duke thënë që këtë do duhet ta mbështetni, apo kjo është preferenca e ime, mendoj që ka bërë garën të mbyllur dhe mendoj që nuk është gara hapur, nuk është gara demokratike. Prandaj, unë kam kërkuar një javë zgjatje të konventës, nuk e tham me mblef, nuk e tham me fund barkut, nuk e tham me inati, nuk e tham për ndonjë pakënaqësi, se kam menduar që është shumë e rëndësishme që me gjithë juve në sallë të bisedojmë për platformën, me gjithë juve në sallë të bisedojmë për ekipin, me gjithë juve në sallë ta kemë një ballavaçim të idesh brenda një javë. Dhe mandej ta bëjmë konventën e Partisë Demokratike të Kosovës. Sa që këtë çfarë e tham nuk është personale, ka të bëjë me faktin që unë mbram me taku me zotin Bedri Hamza, se jemi miq. Nuk kem as keq kuptim, nuk kem as ndonjë dhim, jemi shok, do të mbesemi shok. Kam kërkuar prej Bedriut, që ne si gjenerat e artë e Hashimit dhe Kadrisë, që kem ndërtu vendin, që kem qeveris vendin, kemi kapacitet që të merrem vesh edhe se si në udhëheq dhe me majtë një konvent mbas një javë. Dhe ka pyet Bedriun, a do të ketë konvent për shpalljen e tij si kandidat për kryeminist? Ka thënë po. I kam thënë shtyje konventën që do bëjmë sot, e mbajmë konventën për kryeministën, aq që zgjidhet kandidat për kryetar, aq që është kandidat dhe zgjidhet kryetari i partisë, bëhet në mënyrë automatike edhe vetë kandidat për kryeminist dhe kryetar i partisë.